Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Thoni lam të mirë tensioni lartë, pini një gotë nga kjo dhe do befasoheni. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse ai nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare dhe njëkohësisht probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve. Gjithashtu, ju fare thjesht mund të përdorni edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtë në shtëpi, siç janë hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Nëpërmjet kësaj video ju do të mësoni këto receta natyrale, të cilat janë jashtëzakonisht efikase kundër tensionit të lartë. Kura e parë me lëng limoni. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë dhe një limon. Udhëzimet: shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Kura e dytë është ajo me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfuri të cilat kanë aftësinë që të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe të rregullojnë gjithashtu tensionin e lartë të gjakut, duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë e gjallë sepse gatimi i humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura e tretë me uthull molle dhe sodë buke. Sipas ekspertëve, përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë, një maj lugë çaj me sodë buke, një lugë gjelle me uthull molle. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe njëkohësisht për uljen e tensionit. Ju duhet të përzieni një lugë gjelle me uthull molle, një maj lugë çaj me sodë buke dhe një gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për rezultate më të mira. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë edhe ushqime të cilat ulin tensionin e gjakut. Nëse po përpiqeni që të ulni tensionin e lartë të gjakut, filloni dhe të përdorni këto produkte. Shega. Shega është e pasur me antokjaninë dhe lëngu i saj redukton disa lloje të sëmundjeve, ndihmon në uljen e kolesterolit të keq, si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mund të përdoret edhe si lëng apo kokrat e saj ju mund t'i përdorni në sallatë, smoothie ose salca. Avokado. I pasur me potasium, avokado ndikon direkt në presionin e gjakut. Kështu, sipas një studimi të vitit 2023, konsumimi i tij 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17%, duke nxjerrë jashtë trupit të gjithë sodiumin i cili dëmton enët e gjakut. Panxari. I pasur me nitrate, lëngu i panxarit gjithashtu ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratët shndërrohen në oksid nitrati, të cilat përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut duke i zgjeruar ato në mënyrë që gjaku juaj të rrjedhë sa më mirë. Në këtë kategori futet spinaçi apo edhe perimet me gjethe jeshile. Limonët. Limonët po ashtu janë edhe të pasur me acid citrik.
Limonët dhe lëngu i tyre sipas studimeve ka dalë se janë shumë të mirë për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë e pasur me flavonoide ajo ndikon në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Studimet e mëvonshme kanë treguar se marrja e flavonoideve nga persona me tension të lartë ka ndikuar në uljen e presionit sistolik në gjak. Në këtë grup futet edhe molla dhe për më tepër edhe lëkura e saj. Bajamet, ashtu sikurse edhe arrat apo fistikët, kur konsumohen në sasi të moderuar deri në 50 gram në ditë, i japin trupit antioksidantët e duhur të cilët lidhen me uljen e tensionit të gjakut. Hudhra, nëse e pëlqeni duhet të dini se edhe muret e arterieve e duan shumë. Sipas studimeve ka dalë që njerëzit të cilët kanë presion të lartë të gjakut ishin ata që e përdornin hudhrën më shumë. Prandaj, nëse keni këtë qëllim, përdoreni edhe ju në dietën tuaj ushqimore. Boronica, ngjyra e tyre e errët është tregues që kanë sasi të larta antioksiduesish dhe vetëm 2 orë pas konsumimit të tyre shihet rezultati në shëndetin tuaj duke ulur presionin e gjakut. Kanella, në grupin e erëzave më të mira për të ulur tensionin e lartë janë kanella, rigoni, turmeriku dhe gjithashtu xhinxheri, të cilët mbajnë nën kontroll tensionin e gjakut për një kohë të shkurtër. Madje disa studime tregojnë se menjëherë pas 24 orëve do të normalizohen parametrat. Kosi, një studim i vitit 2021 ka treguar gjithashtu se kosi ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut pasi është i pasur me mikronutrientë si kalcium, magnezium dhe potasium, të cilët ndikojnë drejt për drejt në uljen e rrezikut për hipertension. Këtu gjithashtu ne do t'ju tregojmë faktorët më kontribues të tensionit të lartë të gjakut. Disa prej shkaqeve dhe faktorëve më të zakonshëm të cilët kontribuojnë në rritjen e tensionit të lartë të gjakut janë mbipesha, faktorët gjenetik, pirja e tepërt të alkoolit, sasitë e larta të kripës dhe mungesa e aktivitetit tuaj fizik. Faktorë të tjerë janë stresi, kontraceptivët, medikamente kundër dhimbjeve dhe sëmundje të veshkave. Tensioni i gjakut rritet sidomos gjatë dimrit sepse temperaturat e ulta ngushtojnë enët e gjakut dhe qarkullimi i tij bëhet edhe më i sforcuar. Në këtë video ju do të mësoni më shumë për mënyrat natyrale alternative të cilat do t'ju ndihmojnë të ulni tensionin tuaj të lartë të gjakut. Limoni. Limoni është një nga recetat më të mira kundër tensionit të lartë të gjakut. Ai i bën enët e gjakut më fleksibël, ndërkohë që vitamina C eliminon radikalet e lira. Limoni ul edhe nivelin e trigliceridëve, gjë e cila ndikon tek mëlçia, nxit shtimin në peshë dhe ndikon tek tensioni. Hudhra. Hudhra qetëson enët e gjakut dhe stimulon prodhimin e acidit nitrik. Ekspertët rekomandojnë konsumin e 1 deri në 2 thelpi hudhër të shtypur me dorë. Shtypja çliron një substancë e cila përmirëson qarkullimin tuaj të gjakut dhe ul tensionin, sidomos ndaj zemrës. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.